Vllaznia e femrave do të nisë mbrojtjen e titullit kampion nga faza Final Four, ku Shorti e ka vendosur përballë Gramshit në gjysmëfinale. Objektivi mbetet i qartë për ta fituar këtë ndeshje. Kjo theksohet edhe nga presidenti i vllaznisë në futboll për femra Lazar Matia, i cili bëri të ditur se ekipi kuqeblu është i dënuar të triumfojë në fund. Po mendoj në këtë fazë që jemi në Final Four, çdo ndeshje bëhet edhe më vështirë, megjithëse na me këto ekipe jena ndesh gjatë gjithë sezonit, janë ekipe që ose janë ekipe që njihta mirë me njëra tjetrën, sepse janë luajtë dy fazë. Në është e vështirë sepse përcakton verdiktet e kampionatit të sezonit, kështu që vështirësia rritet patjetër, por duhet ditë që ekipi është i përgatitur edhe për këtë ndeshje, megjithëse në kampionat ne kemi bërë diferencë jo vetëm me Gramshin, por edhe me ekipe tjera, por jemi detyruar të losim edhe këtë ndeshje të Final Fourit dhe të përcaktohet ekipi fitues i kampionatit. Vllaznia në fushë, e them me bindje, kjo nuk është për të krijuar eufori, por për të thënë realitetin, është treguar gjatë gjithë sezonit në këto nivele, nuk e vën edhe nuk e diskuton titullin kampion. Në qoftë se vllaznia humet kampionatin, e humet nga këto njerëz, nga këto persona që tentojnë që vllaznin mos ta shohin aty ku është, edhe vllaznia mos të jetë aty ku është edhe ku do të jetë, sepse mendoj që ka dashakësi në lidhje me këtë drejtim. Ndoshta e na bëhet bezdishëm se duke fituar shumë titull, trofe, etj. Me radhë, duke pas suksese në Evropë, jo të gjithë dhe ju tingëllon për mirë, por nëse kena bërë për inat askujt, e kena bërë thash për klubin tonë, e kena bërë për qytetin tonë dhe na krenar për këtë që kena bërë, dhe mendoj që kjo krenari të vinë duke rritë dhe mos na venitet ose mos na cënohet nga faktorë tjerë që realisht janë prezent. Presidenti Matia tha se po tentohet që vllaznia të cënohet në rrugën e saj drejt titullit kampion. Dhe urojmë që futbolli të luhet në fusha, mos luhet përtej fushës, sepse informacionet nuk janë të mira, që ka pretendime, ka indicje se një gjë atill u bëhet e U17 që vllaznia edhe mund të përsekutohet. Nuk e dëshojmë këtë, por e bëjmë me dije para kësaj ndeshje që nëse cënohet sadopak ekipi vllaznisë, mendoj që do të cënohet futbolli i femrave, ndërsa do të tolerojmë kurrësi që një ekipi të villet titullit, të villet mundi dhe derisa e një sezoni ose edhe vite të tjera, sepse është një ekip që ka një strategji afatgjatë dhe çdo cënim i rezultatit jashtë logjikës së lojës do të ishte dëmtim i madh për futbollin shqiptar dhe ne do të tolerojmë kurrë një gjë të tillë. Këto nuk janë aludime, këto janë gjëra të vërteta. Unë i kam deklaruar në momente të caktuara edhe kur ka pas tendenca për ndërhyrje të tilla, ne i bëjmë dije tan opinionit që vllaznia është aty prej vitesh, është me merit, është në elitën e futbollit shqiptar dhe atë evropian. Cënimi nga këto ambiente që nuk kërkojnë futbollin në fushë, janë të shqetësuar, sepse një gjë tillë thash para 2 javë u bë me ekipin U17 vajzave, duke u vjedh ashoqare në mes Tiranës, fëmijët, edhe për çudi japin edhe dënime ekstreme, të pameritume, të pajustifikume ndaj vajzave nga 12 deri në 17 vjeç, realisht aty kishim një vajzë 12 vjeçe, kështu që këto gjëra na shqetësojnë, por nëse do të jena të qetë, do të shohim vazhdimsinë e këtyre ndeshjeve dhe mbrapa do të shohim se si reagojnë ekipet ose këto segmente që kërkojnë që vllaznia të penalizohet, vllaznia të dëmtohet. Nëse arrin finalen, vllaznia do të luajë më 29 maj në shtëpinë e futbollit, aty ku do të përcaktohet kampionja e sezonit.